Mjeku habit me fjalët e tij. Hani këto 3 ushqime dhe do të jetoni 100 vjet. Ka shumë dëshmi shkencore që tregojnë se konsumimi i ushqimeve bimore japin shumë përfitime për shëndetin, por 2 studime të reja kanë treguar një lidhje mes ushqimeve me bazë bimore dhe shëndetit të zemrës si edhe të jetëgjatësisë. Në hulumtimin e parë, studiuesit të zbuluan se ngrënia e ushqimeve me bazë bimore ishte e lidhur drejt për drejt me një rrezik të zvogëluar të sëmundjeve të zemrës. Studimi i dytë u përqendrua veçanërisht tek gratë në menopauzë. Pjesëmarrësit ndoqën dietën e portofolit, një program i cili përqendrohet në proteinat bimore, fibra të tretshme, fruta dhe yndyrna të pangopura. Studiuesit të zbuluan se kjo dietë ishte e lidhur me shëndetin më të mirë të zemrës. Disa produkte shtazore gjithashtu kontribuan, të tilla si peshku, pula dhe qumshti. Ekspertët gjithashtu theksuan se nuk kishte ushqim specifik i cili lidhej me një rrezik të zvogëluar të sëmundjeve të zemrës. Ndërkohë, plakja është një pjesë e jetës e cila nuk mund të shmanget. Gjithsesi, ushqimet që ju konsumoni ndihmojnë që këtë fazë të jetës ju ta kaloni sa më shëndetshëm. Vaj ulliri i pastër. Vaji i ullirit është një nga yndyrat më të shëndetshme në botë. Shumë studime të kryera rreth efekteve që ai ka tek shëndeti i organizmit kanë vërtetuar se konsumimi i tij parandalon sëmundje të cilat lidhen me plakjen. Vaji i ullirit arrin që të ulë tensionin e gjakut, eliminon gjithashtu rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës, si edhe njëkohësisht mbron sistemin tuaj tretës dhe mund të funksionojë në luftimin e qelizave të këqija. Përveç këtyre vetive, vaji i ullirit nëse përdoret edhe si një hidratues për lëkurën e bën atë më të shëndritshme dhe njëkohësisht më të shëndetshme. Sipas ekspertëve, duhet të dini se mund të mbrojë edhe nga ekspozimi i rrezeve të dëmshme të diellit. Salmoni. Peshqit si salmoni janë të pasur me omega 3, një substancë e cila ndihmon trupin kundër sëmundjeve të zemrës, inflamacionit, ulçërës dhe gjithashtu kolitit. Gjithashtu salmoni ka substanca të cilat ndihmojnë në rininë e lëkurës. Çokolata e zezë. Antioksidantët të cilët gjenden tek çokolata e zezë janë më të fortë se ato që përmbajnë boronicat apo thanat. Studimet vërtetuan se përdorimi i çokoladës arrin të ndihmojë trupin tuaj në uljen e presionit të gjakut dhe njëkohësisht rrit sensitivitetin e insulinës dhe përmirëson funksionimin e arterieve. Gjithashtu flavonoidët të cilat gjenden pikërisht tek çokolata e zezë ruajnë lëkurën nga ekspozimi i diellit, që është një nga faktorët kryesor të plakjes së lëkurës. Perimet. Perimet janë të mbushura me substanca të shëndetshme dhe nuk kanë shumë kalori. Ato përmbajnë edhe antioksidantë të cilët ulin rrezikun ndaj sëmundjeve të zemrës dhe qelizave të këqija. Disa perime përmbajnë karotenoide dhe beta-karoten. Këto substanca mbrojnë lëkurën tuaj nga radiatimi ndaj diellit dhe radikalet e lirë të cilët ndikojnë tek plakja e lëkurës. Perimet gjithashtu përmbajnë vitaminën C, e cila ndikon tek prodhimi i kolagjenit. Avokado. Avokadot janë të pasura me fibër të shëndetshme dhe shumë vitamina, të cilat luajnë një rol kyç në shëndetin e organizmit. Për më tepër, avokadot përmbajnë polihidroksilate, të cilat ndihmojnë edhe në reduktimin e prekjes nga inflamacioni. Gjithashtu, konsumimi i avokados e mbron lëkurën tuaj nga dielli dhe gjithashtu rregullon edhe ADN-n e dëmtuar.
Shega. Sipas ekspertëve, shega është një nga frutat më të shëndetshme. Antioksidantët që përmbajnë shegët janë madje më të fuqishëm se sa ato të cilët ndodhen në çajin jeshil. Shega gjithashtu ndihmon edhe në uljen e inflamacionit dhe dëmet që shkakton niveli i lartë i gjakut. Ndërkohë, në qoftë se doni të jetoni sa më gjatë, ju duhet të konsumoni dhe të mbani një dietë të shëndetshme. Dietat që ne ndjekim ndikojnë në gjithçka, nga lëkura, pesha, përqendrimi dhe deri tek nivelet e energjisë. Në fakt, konsumi i ushqimeve të duhura mundet t'ju ndihmojë që ju të jetoni më gjatë dhe më mirë, duke parandaluar sëmundje të caktuara dhe forcuar sistemin imunitar. Boronica janë një nga ushqimet më të mira për jetëgjatësi. Një studim spanjoll zbuloi se njerëzit të cilët hanin boronica disa herë në javë kishin një rrezik më të ulët 30% të humbjes së jetës. Studiuesit besojnë se kjo rritje e jetëgjatësisë mundet që të jetë për shkak të përqendrimit të lartë të polifenoleve të cilat janë të shoqëruara me ulje të rrezikut të shumë sëmundjeve kronike. Fara liri. Trupi juaj nuk mundet që të prodhojë acid alfa-linolenik, kështu që është e rëndësishme të merrni këto acide yndyrore nga ushqimet që ju hani, dhe farat e lirit duket se janë një burim i rëndësishëm i tyre. Farat e lirit duket se lidhen në përmirësimin e niveleve të lipideve në gjak dhe të presionit të gjakut, duke ndihmuar kështu në uljen e rrezikut kardiovaskular, ndërsa veprimi i tyre antiinflamator i bën ata një aleat në parandalimin dhe në trajtimin e sëmundjeve. Fara chia. Një studim zbuloi se njerëzit të cilët janë të prekur nga diabeti dhe që hanë rregullisht fara chia treguan përmirësime si në nivelin e sheqerit në gjak, ashtu edhe në nivelin e presionit të gjakut. Gjithashtu këto fara janë plot me antioksidantë të cilët mund të mbrojnë qelizat nga dëmtimi i radikaleve të lira. Avokado. Hulumtimet nga Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë treguan se ngronia e një avokadoje në ditë mundet të ndihmojë në uljen e nivelit të kolesterolit të keq në organizmin tuaj, sidomos tek ata të cilët janë të rritur dhe njëkohësisht obez. Studimet të tjera tregojnë gjithashtu se konsumimi i rregullt i avokados mundet që t'ju ndihmojë në parandalimin e sindromës metabolike, e cila rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe njëkohësisht të goditjes në tru. Mirë po gjithmonë, tregohuni të kujdesshëm që të mos hani ushqime të shpejta, si për shembull fast foodet ose ushqime të cilat janë të pasura në yndyrë të lartë, sepse kjo do të çonte në rritje të nivelit të kolesterolit dhe më pas kolesteroli do të ndikonte në sëmundje të zemrës. Pra gjithmonë tregoni të vëmendshëm ndaj ushqimeve që konsumoni, si edhe përpiquni të mbani një dietë mesdhetare dhe të shëndetshme, ku sigurisht duhet të përfshini edhe vajin e ullirit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, ne ju sugjerojmë që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.